në një lagjet vjetër të një qyteti, ku për herë të parë u tha shahadeti. Në shtëpinë e saj një grua jetonte, po fqinjin e saj çdo ditë mundonte. Sa herë pranë shtëpis komshiu i binte, ajo mbeturinat mbi kokja hidhte. Ndonjëherë në rrugë vendoste plehra, se komshiu i saj s'kishte rrugë të tjera. Era e keqe në rrugë ku ndërmonte, ajo dëfrehej kur fqinjin mundonte. Sa herë në lagje mëngjesi ka zbardh, këtë burr të lagjes e ka prit me ardh. Ja hidhte mbi trup mbetjet e ushqimit, por burrit s'ja humte fijën e durimit. Një ditë burri i lagjes njëjtës rrugë i ra, mbeturina në rrugë si çdo ditë nuk pa. As trupin e tij a ditë s'ra asgjë, pyeti për fqinjën çka ndodhur me të. I than se është smur, kam mbetur e shtrir, ai e vizitoj, tha do t'bëhesh mirë. S'do t'mungojnë ilaçet, s'do t'mungoj kujdesi, smundja do t'ikën, do t'thehet shëndeti. Do ndihmoj që shpejt ta kalosh këtë gjendje, do t'kërkoj ilaçin që shëron këtë dhembje. Gruaja e turpruar lotës po i mbante, para burrit lagjes me dënes po qante. Para kësaj mëshire çdo zemër do qahej, edhe hane plot në qiell do të ndahej. Damarët e gruas gjakusa nuk ngriu, të keqen me të mirë kur ktheu komshiu. Ilaç për smundjen u bë vet prania, vendin e urrejtjes e zuri dashnia. Se smundjet e trupit me ilaç shërohen, por smundjet e shpirtit pran teje largohen. Fjalët e gruas dolën midis lotëve, ti e lajmtari, mëshira e botëve. Ajo po i fliste me zërin pendues, ti e Muhammedi kandili ndriques. Ti e Muhammedi, ja Rasul Allah, lutet të më shirëshmin të ma fal këtë gjyna. Kur zemra verbohet, syt gabimi shohin, njerëzit urejnë gjërat që si njohin.